Më trego kur do të ndodhë dita e gjykimit. Profeti alayhi salam ju përgjigj. I pyeturi nuk ka njohuri më shumë se ai që pyet. Allahu i madhëruar është i vetmi që e di se kur do të ndodhë kiameti. Prandaj, ditën se kur do të ndodhë dita e gjykimit nuk e di askush tjetër përveç Allahut. Allahu i madhëruar në librin e tij thotë: S'ka dyshim se vetëm Allahu e di se kur do të ndodhë kiameti. Ai e di kur e lëshon shiun, dhe ai di se çka në mitra. Askush nuk e di përveç tij se çfarë mund t'i ndodhë nesër dhe se kur do të vdes. Allahu është më i dishmi, më i njohuri. Gjithashtu thotë: Qelsat e fshehtësisë janë vetëm tek ai, dhe atë, fshehtësinë, nuk e di askush përveç tij. Një nga këta qelsa është edhe dita e gjykimit. Argument për këtë është hadithi i profetit alayhi salam që thotë: Qelësat e fshehtësisë janë 5, dhe më pas lexoj ajetin e surës Lukman: S'ka dyshim se vetëm Allahu e në vazhdim. Dhe në një ajet tjetër Allahu i madhëruar thotë: Të pyesin ty Muhammed për kiametin se kur do të ndodhë. Thuaj: Atë e di vetëm Zoti im, dhe momentin e tij askush nuk mund ta zbulojë përveç tij. Çështja e kiametit është preokupim i rënd në qiell dhe në tokë. Ai nuk u vjen ndryshe vetëm se befas. Të pyesin sikur ti di për të. Thuaj: Për të di vetëm Allahu, por shumica e njerëzve nuk e din pse është e fshehtë. Është transmetuar në hadithet e profetit alayhi salam se kiameti do të ndodhë në ditën e xuma. Në çfarë viti, muaj apo në cilën xuma të muajit, nuk e di askush tjetër përveç Allahut të lartësuar. Ebu Daudi në sunenin e tij transmeton nga Ebu Hurera se profeti alayhi salam ka thënë: Dita më e mirë në të cilën lind dielli është dita e xuma. Në këtë ditë u krijua Ademi. Në këtë ditë zbriti nga xheneti në tokë. Në këtë ditë ju pranua pendimi. Në këtë ditë ka ndëruar jetë dhe në këtë ditë do të bëhet kiameti. Nuk ka asnjë kafsh që të mos friksohet në ditën e xuma, që nga koha kur hyn mëngjesi e deri në lindjen e diellit, nga frika se mos ndodh kiameti, me përjashtim të njerëzve dhe xhindve, të cilët janë të vetmit që nuk friksohen. Ky hadith është i saktë dhe burrat që e kanë transmetuar zinxhirin e tij kanë transmetuar në 6 librat e hadithit, duke përjashtuar Kanabiun, prej të cilit nuk ka transmetuar askush me përjashtim të Ibn Majhes. Fjalët e profetit alayhi salam: I pyeturi nuk ka njohuri më shumë se ai që pyet, do të thotë se krijesat nuk e dinë se kur do të ndodhë kiameti, dhe çdo njeri që pyet apo pyetet ndodhet në të njëjtën grad njohurish, dhe kurse si nuk kanë si ta dinë të fshehtën e saj.